Një prej segmenteve më të rëndësishme rrugore të qytetit të Vlorës vijon prej disa vitesh të jetë në gjendje të amortizuar. Sipas banorëve të zonës, rruga që lidh qytetin me fshatin Babice Madhe është në të gjithë gjatësinë e saj me gropa. Banorët tregojnë se ky segment rrugor është kthyer në shqetësim për ta, pasi nuk kalojnë dot. Sipas banorëve, aty nuk ka as trotuare, duke i detyruar të kalojnë në rrugë, duke rrezikuar dhe jetën. Për shkak të amortizimit që ka rruga, sipas banorëve, mbyten nga pluri, ndërsa në dimër gropat mbushen me duke kthyer rrugën në të pakalueshme. Banorët apelojnë për ndërhyrje teksa shprehen se rehabilitimi i kësaj rruge është tepër i rëndësishëm për ta. Ngarkesa e madhe shumë, çarkullim ashtu. Rruga është e ngushtë. To janë faktorë, ka ca gropa, s'ka vendon njëri fare. Amortizimi është deksuar, po do i bëjmë se kur do i bëjmë nuk e di. Ora, vështirë nuk është se tani njerëzit janë ndërgjegjësuar, po e bëjmë ne njerëzit e bëjmë për dita këtë punë. Po një hoj për shumë e ka të vështirë. Po ka nevojë për tabela, ka nevojë për shumë gjëra. Po me këtë kryetarën e re ma se bën gjë. Në gjendje mavri, gjendje të keqe shumë. Ja, shikojni vetë atje gropat. I fillon ata i mbushën atëherë dhe tani i la për gjysmë. Ma uan kom bashkinë ata i la fare. Kshu an kot juve tha, u rregullojmë ne. Ja, shikoni vetë. E kam shumë të vështirë ka. Shket shkopi i ka u marova. Kjo rruga këtu njëherë dhe kryqëzimi është shumë e keqe. Dhe ujrat din që andeja, që ujrat ti që andeja, ato e bëjnë të gjithë pakalueshme. S'kam shpresë fare. Ajo ka 2 vjet që bëra kanalizimet e ujit dhe akoma s'është mbuluar. Nuk e di kjo e reja se di se kemi provuar, po me sa duket. Që të vesh deri lart, rrugë e bllokuar me një fjalë. Makina andej, makina këndej. Unë rri aty për shembull, nuk kam ku të kaloj, ku të hedhe shkëmën. Është shumë e vështirë, ja, shikoj që këtu, ja. Që të kalosh, unë do dal te makina tani. Do dal vetë do shkoj te makina. Ja, ku delve ai fëmijë, shikojeni. Ja, fare, absolutisht. Po, e pa diskutueshme, shikojeni fugoni ku ka dal. Tani, ne ankesa për këtë rrugën që na i lan grop jemi ankuar. Edhe s'është vendosur asgjë. Nuk u bë gjë. Po tani, shpresa vdes e fundit, po iku ajo, ka vdek gjithçka. Në qytet po realizohet një projekt i cili konsiston në riveshjen me asfalt të 31 segmenteve rrugore, por deri më tani nuk dihet nëse në këtë projekt përfshihet edhe ky segment rrugor, ku projekti për ujësjellsin e Vlorës e ka amortizuar edhe më tepër.